Përshëndetje të gjithëve të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ, pas pak në lajmet do të ndiqni. Rreshjet shkaktojnë dëmtime në aksin Qukës-Qanfllonç, një masiv dheu dhe gurësh rrëshiti nga mali dhe bllokoi totalisht rrugën, situatë problematike në Lezhë dhe Fier, ku ka ende banesa në ujë dhe banor të evakuar. Kryeministri Rama ngre shqetësimin për varfërimin e gjuhës shqipe dhe nevojën për të qenë në kurikulën e çdo niveli arsimor. Gjatë podcastit Flasim, njoftoi se ka nisur të shkruajë një libër të ri. Sali Berisha është zgjedhur zëvendës presidenti i Unionit më të madh global të partive të qendrës së djathtë. Në Brazil, Unioni publikoi një raport për situatën politike në vend, ku ngritën shqetësime për demokracinë, zgjedhjet dhe shtetin e së drejtës. Sekuestrohen 18.000 euro të dyshuara false, të cilat do të hidheshin në treg në Shkodër dhe Maltëzi. Policia e Tiranës arreston 4 persona, mes tyre një i mitur i cili kishte porositur 11 pakot me euro nëpërmjet postës. Këngëtarja Juliana Pasha triumfon në këngën magjike 2025 me këngën Ajër, pasi garet të fortë mes 23 finalistëve. Çmimi i dytë shkoi për Altina Kilmendin, ndërsa çmimi i tretë për Mira Konçë. Dhe ju njohëm gjerësisht me materialet e përgatitura. Rreshtet e shiut shkaktojnë dëmtime në aksin Qukës-Qanfllonç, një masiv dheu dhe gurësh rrëshiti nga mali dhe bllokoi totalisht rrugën. Situatë problematike mbetet edhe në Lezhë dhe Fier. Kjo ishte situata këtë të diel në aksin e ri Qukës-Qanfllonç. Shkëmbinje masiv dheu ra në rrugë, duke paralizuar lëvizjen. Rrëshqitja e dheut e shkëmbinjve ka ndodhur në orët e parë të mëngjesit të kësaj të diele, kur nuk ka patur lëvizje të mjeteve, e fatmirësisht nuk ka persona të lënduar. Firma kontraktore është detyruar që ta devijojë lëvizjen, duke hapur një bypass provizor. Ndërkohë po punohet për të gjetur një zgjidhje për të larguar shkëmbijt dhe masivin e dheut e për ta bërë rrugën Qukës-Qanfllonç sërish të kalueshme. Kjo situatë në këtë aks u krijua për shkak të rreshjeve me intensitet në ditët e fundit. Ndërkohë këtë të diel, gjendja është përmirësuar në të gjithë qarkun, uji ka filluar të tërhiqet, ndërsa problem mbetet përmbytja e tokave bujqësore. Situata është më problematike në Maliq, aty ku këtë të diel ishte edhe ministri i mbrojtjes Piro Vengu, i cili pa nga afër situatën. Rezulton që kemi rreth 1500 hektar tokë në ujë, ujërat po ulen në nivel në barë vendit, dhe kjo na jep mundësinë që të rikuperojmë arigjinaturat. Teksa po verifikohen dëmet, Vengu tha se ka nisur shpërndarja e ndihmave. Ka filluar shpërndarja e ndihmave në raste të caktuara, sikundër kemi kërkuar gjithashtu nga bashkitë që të bëjnë kërkesat për sa i përket ushqimeve për blegtorinë, ushqime koncentrat për blegtorët, ata që janë prekur të paktën, dhe jemi në kushte ku po shpërndajmë në mbar vendin edhe ushqime për blegtorinë. Përmirësim të gjendjes ka edhe në qarkun e Lezhës, pas mbylljes së argjinaturës e cila u ça në zonën e Vajinit. Pavarësisht se niveli i ujit ka rënë më 10 cm në zonat e përmbytura në Lezhë, situata vjen të jetë shqetësuese. Shumë prej banesave në zonën e Barbullojës kanë ende prezencë ujit në oborre. Situata ka ndryshuar nga se me 2 ditë e para dhe është ulë në përgjithësi. Nuk ka më përmbyti. Kanë pas situatën në kontroll para se me ndodh kjo fenomen. Argjinatura ka bërë këtë lojën përmbytjen në Barbullojë. Megjithatë, autoritetet po monitorojnë situatën. Ujë nëpër banesa nuk ka. Po mundohemi ta monitorojmë situatën nëpërmjet mjeteve të bashkisë. Gjendja është më e qetë edhe në zonën e Fierit. Niveli i lumit vjosa ka rënë, por ende ka prezencë uji në oborret e disa banesave. Fermerët e Goriçanit në Dimal kanë pësuar dëme të shumta nga përmbytjet e serave të tyre. Familja Goga e rikthyer nga imigracioni për të investuar kursimet në bujqësi, thotë se prodhimi i tyre u shkatrua brenda pak minutave dhe kërkon ndihmë për të përballuar këtë situatë të vështirë. Dalja e lumit Sema nga shtrati në bashkinë e Dimalit ka dëmtuar qindra hektar sera të mbjella me perimet e stinës. Fshati Goriçan është më i prekuri. Aty tokat bujqësore mbeten të mbuluara nga uji, ndërsa dëmet janë të konsiderueshme. Familja Goga ishte në pritje të vjeljes së domates.
por i gjithë prodhimi u shkatrua nga përmbytjet. Të ardhurat e siguruara nga emigracioni u investua në bujqësi dhe tashmë i gjithë mundi ka shkuar dëm. Nuk kemi shitur asë një kokër tomate, edhe kemi paguar lekë të fidanit para kohë na kanë marrë, ne na t'i gjejmë tani këto lekë që t'i jedhim tani. Kemi serën tjetër, edhe 3 lyme gjysë atje, mesator me domate, asë një kokër s'kemi shitur edhe andeje. Fatkeqësi në natyrë. Demi madh, shpenzimet të mëdha. Pa një ndihmë nga shteti, është pa mundur t'ja dalim në këtë situatë. Kjo është fatkeqësi, por ne duam mbështetje. Në pjesën tjetër të territorit ku tokat bujqësore u përmbytën, uji po largohet ngadalë, pasi një pjesë e kanaleve kulluese janë të bllokuar. Rreshtet e Borës kanë përfshirë Veriun dhe Juglindjen, por pastrueset mbajnë të hapura akset rrugore dhe nuk paraqiten problematika. Ulja e temperaturave riktheu rreshtet e Borës në vendin ton këtë fundjavë. Në qarkun e Korçës bora arriti në disa centimetra, ndërsa u zbardhën disa fshatra, përfshirë edhe fshatin turistik të Dardhës. Sipas autoriteteve nuk raportohen probleme në qarkullimin e mjeteve, pasi rreshtet nuk kanë krijuar vështirësi. Në zonat ku krijohet grumbullimi i borës, ndërhyet me mjete për ta pastruar. Këshillojnë drejtuesit e mjeteve që të përdorin goma dimërore e zinxhir. Rreshtet e Borës kanë zbardhur edhe qarkun e Dibrës. Ato kanë arritur deri në lartësitë 1000 metra mbi nivelin e detit. Bora ka prekur disa fshatra të njësive administrative, ndërsa autoritetet nuk raportojnë për probleme. Të gjitha rrugët drejt fshatrave janë të hapura, ndërsa nuk ka probleme as me furnizimin me energji elektrike. Vetëm në Bashkinë e Matit, në disa rrugë, ka patur rënje të gurve dhe inerteve, por autoritetet kanë ndërhyrë për t'i larguar dhe të gjitha rrugët janë të qarkullueshme. Rreshti Bore ka patur edhe në pjesën veriore të qarkut të Shkodrës. Situata ka qenë më problematike në qafthore. Aty vazhdimisht është punuar me mjete për ta mbajtur rrugën të hapur dhe sipas autoriteteve, qarkullimi drejt thethit vijon normalisht. Shqipëria largohet nga harta e rrezikut për përmbytje si pasojë rreshjeve të shiut. Instituti i Gjeoshkencave parashikon se java që vjen do të jetë me rreshje, por ato do të jenë të pakta. Intensiteti i rreshjeve të shiut është në rënje, duke bërë që Shqipëria të dalë nga harta e rrezikut për përmbytje në orët në vijim. Sipas buletinit të Institutit të Gjeoshkencave, qarqet si Shkodër, Dibër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan dhe Fier do të kenë rreshje të dobta, por të shoqëruara me shtrëngata lokale. Po ashtu edhe ditën e hanë priten rreshje të dobta në të gjitha qarqet, duke mos paraqitur rrezik për përmbytje të mëtejshme, si dhe duke favorizuar uljen e niveleve të ujit në lumenjtë e vendit. Igjeu parashikon se rreshjet e Borës do të vijojnë në veri dhe lindje në lartësitë mbi 700 metra nga niveli i detit. Po ashtu rreshjet do të jenë në formë dëbore edhe në juglindje, por në lartësitë mbi 1000 metra. Temperaturat e ajrit, ndryshe nga diela që ishte edhe dita më e ftohtë e javës, në fillim të javës do të pësojnë një rritje të lehtë, ku vlerat minimale dhe maksimale do të variojnë nga 0 deri në 15 gradë Celsius. Problematike pritet të jetë parametri i erës, e cila duke nisur orët e mbrëmjes të së dielës dhe sidomos të hënën, do të fryjë mesatare deri e fortë, kryesisht në Bregdet. Sipas sinoptikanëve, gjithë java e fundit e nëntorit do të jetë e lagësht, kur rreshjet e shiut do të jenë prezente, por me intensitete më të ulta se sa java që lam pas. Kryeministri Edi Rama foli gjatë për gjuhën shqipe në podcastin e radhës, ku ndër të tjera njoftoi se ka nisur të shkruaj një libër të ri. Kreu i qeverisë foli për varfërimin e gjuhës shqipe dhe nevojën për të qenë në kurikulën e çdo niveli arsimor.
Kryeministri Edi Rama ja dedikoi episodit më të fundit të podcastit të tij grave shqiptare të suksesshme në fusha të ndryshme, mes tyre edhe Natasha Shuteriqi Poroçani, shkrimtare, studiuese dhe mbesa e publicistit të njohur Dimitër Shuteriqi. Gjatë bisedës, një vend të konsiderueshëm zuri gjuha shqipe dhe rëndësia e saj si shtyllë e identitetit kombëtar. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se po përgatit një libër me fjalët e sofrës së iftarit, një projekt, siç tha ai, për kënaqësinë e gjuhës shqipe. Po përgatis tani një libër me fjalët e sofrës së iftarit edhe thjesht për kënaqësinë e shqipes, jo për ndonjë arsye tjetër. Kryeministri cilësoi tragjike mënyrën se si po sakatohet dhe varfërohet gjuha shqipe. Tragjike për mua është mënyra se si po sakatohet, po varfërohet, po përshëndohet shqipja, shfutur i rusi deformues i komunikimit shpejt nëpër telefona, shkurtime. Nga ana e saj, Natasha Shuteriqi Poroçani theksoi se gjuha shqipe duhet të rikthehet si lëndë edhe në arsimin e lartë, duke konsideruar domosdoshmëri për ruajtjen e standardit dhe identitetit gjuhësor. Ka ardhur koha për një reformim kurrikular në arsimin e mesëm të lartë, sidomos në lëndët e gjuhës e letërsisë, në mënyrë që të arrijmë të vrasim sado pak analfabetizmin. Ne rikthym gjuhën. Por në shkollën e mesme se kishin hequr fare. Tani unë kërkoj një rikthim tjetër. Unë kam luftuar atëherë dhe i thosha gjuha shqipe duhet të rritë deri në universitet dhe duhet të rritë deri në fund. Në vijim, kryeministri shtoi se askush që nuk e flet mirë gjuhën shqipe nuk duhet të marrë diplomë, duke nënvizuar edhe një herë nevojën për forcimin e standardit gjuhësor në sistemin arsimor shqiptar. Sali Berisha është zgjedhur zëvendës presidentit CDI-s, unionit më të madh global të partive të qendrës së djathtë. Pas zgjedhjes së kreut të Partisë Demokratike në këtë post, unioni publikoi një raport të detajuar mbi situatën politike në vend, ku janë ngritur shqetësime të shumta për demokracinë, zgjedhjet dhe shtetin e së drejtës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është zgjedhur zëvendës president i CDI, unionit më të madh global të partive të qendrës së djathtë. Zgjedhja e tij u bë gjatë asamblesë së mbajtur në São Paulo të Brazilit, ku votuan strukturat e reja drejtuese. Pas zgjedhjes së Berishës si zëvendës president, unioni publikoi një raport të detajuar mbi situatën politike në Shqipëri, ku janë ngritur shqetësime serioze për gjendjen e demokracisë. Në rezolut thuhet se zgjedhjet parlamentare të 11 majit nuk i kanë përmbushur standardet demokratike, pasi janë shoqëruar me keq përdorim masiv të burimeve publike, blerje votash dhe ndikim të krimit, duke shkelur konkurrencën e ndershme politike. Dokumenti dënon edhe ndjekjet penale me motive politike ndaj drejtuesve të opozitës, që sipas raportit kanë thelluar klimën e pasigurisë dhe kanë kufizuar pjesëmarrjen e lirë politike. Në përfundim, CDI bën thirrje Bashkimit Evropian që procesi i integrimit të Shqipërisë të mbetet rreptësisht i bazuar në merit. Gjatë prezantimit të këtij raporti, Sali Berisha garantoi se Partia Demokratike do të vijojë luftën kundër narkoshtetit. Ne jemi mirënjohës për votimin e kësaj rezolute, pavarësisht vështirësive tona. Ju siguroj se ne do të luftojmë kundër kësaj situate të tmerrshme në vendin tim, me shpresën se një ditë institucionet europiane, partnerët europian do të kuptojnë se droga është një kërcënim i madh për sigurinë e kombëve të tyre. CDI e përbër nga 115 parti nga Europa, Amerika e Veriut, Amerika e Jugut dhe Azia, përfaqëson një rrjet politik ku bëjnë pjesë edhe forca që drejtojnë vende kyçe të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Katër persona, mes tyre një i mitur, janë arrestuar në Tiranë pasi dyshohet se falsifikonin euro të cilat më pas i hidhnin në treg. Në kërkim u shpall një tjetër person, pjesë e të njëjtit grup, të cilëve ju sekuestruar 11 pako me 18.000 euro të dyshuara false. Përdorën dokumente false si vëzhgues në zgjedhjet e 11 majit, prokuroria dërgon në gjyq 3 persona. Mes të prandehurve është edhe sekretarja në zyrën e protokollit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Prokuroria e Kryeqytetit ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq 3 persona të cilët në zgjedhjet e 11 majit dyshohet se kanë përdorur dokumente të falsifikuara si vëzhgues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mes personave të vënë në akuzë është edhe një punonjëse e KQZ-s me detyrë sekretare pranë zyrës së protokollit. Arlind Papa akuzohet për veprat penale, falsifikimi i dokumenteve dhe përvetësimi i titullit apo i detyrës shtetërore, ndërsa Gëzim Demiraj dhe Migena Xibinaku për falsifikim të dokumenteve. Papa, sipas prokurorisë së Kryeqytetit, ka deklaruar se është sekretar organizativ i Partisë Socialiste dhe përveç qendrës pranë shkollës 9 vjeçare Vor, kishte detyrë të vëzhgonte edhe 43 qendra të tjera votimi në këtë bashki. Ai shtoi se dokumenti si vëzhgues ju dha nga Gëzim Demiraj me detyrë sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Qarkut Tiranë një ditë para zgjedhjeve. Demiraj i tha hetuesve se e tërhoqi dokumentin Begje si vëzhgues nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërkohë që rezulton se nuk ka firmosur ndonjë shkresë për këtë veprim. Ai dyshohet se ka bashkëpunuar me sekretaren pranë zyrës së protokollit në KQZ, Migena Xibinaku, për të siguruar dokumentin fals. Shërbimi i neurokirurgjisë në Qesotë shpëton jetën e një paciente e 48 vjeçare me hemoragji në kokë. Profesor Artur Xhomari tregon vështirësitë e këtij operacioni të rrallë që zgjati mbi 7 orë. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, fal profesionalizmit të ekipit të mjekëve të neurokirurgjisë, në drejtimin e neurokirurgut Artur Xhomari, u trajtua me sukses një rast urgjent të një paciente moshës 48 vjeç që kishte një hemoragji në kokë. Që është kjo njolla e bardhë që ju shikoni, në gjuhën e mjekësisë quhet hemoragji subarachnoidale dhe ne dimë që shumica e këtyre hemoragjive subarachnoidale vijnë si pasojë e një aneurizme. Rreziku i aneurizmave është e para që bën hemoragji. Hemorragjia mund të jetë shumë e rëndë, mund të jetë edhe vdekje prurse. Sipas neurokirurgut, kjo lloj sëmundje ka dhimbje shumë të mëdha koke dhe operacioni ishte shumë i gjatë. Nuk ka sëmundje tjetër që të japi të tillë dhimbje koke. Dhe është shumë e qartë kur i smuri vjen dhe thotë kam një dhimbje të tmerrshme të paprovuar asnjëherë në jetën time. Ky është një operacion që bëhet në një zonë shumë të thellë të trurit. Në rastin konkret vajti diku te 7 orë operacioni. Zonja sot del nga spitali pa dëmtime prej operacionit, të shuruar sepse kemi provën gjatë operacionit që ne hapëm atë aneurizmën dhe pam që nuk shkon më gjatë aty, e kemi të konfirmuar. Nga ana e saj pacientja shprehet se ka ardhur në spital pa ndjenja. Kam ardhur pa ndjenja, nuk mbaj mend gjë të them të vërtetën. Pasi dola nga operacioni këtu, me ndihmën e stafit, që është shumë i mrekullueshëm, jam më mirë, dhe stafi këtu më shpërgjigj për çdo gjë, s'më kanë lënë një sekond vetëm. Këtë rast e përcolli në rrjetet sociale dhe kryeministri Edi Rama, duke e konsideruar një histori suksesi në shërbimin e neurokirurgjisë. Juliana Pasha me këngën e saj Ajër është fituese e edicionit të 25 të festivalit Kënga Magjike në 3 vendet e para u renditën dhe Albina Kelmendi dhe Mira Konçi, teksa nuk munguan emocionet dhe spektakli në ekranin e televizionit Klan. Një natë gjatë nostalgjie, emocionësh, performanca është të jashtëzakonshme. Kështu ishte finalja e edicionit të 25 të Këngës Magjike. Ishte edhe një natë një garë të ethshme mes artistëve të mëdhenj, ku votat e këngëtarëve në garë çuan ai përsi dhe vendosën si triumfatore këngëtaren Juliana Pasha me këngën Ajër. Mes lotësh Juliana Pasha tregon emocionet e fitores. Lot gëzimi për fitore, lot gëzimi që isha në këtë 25 vjetor, lot gëzimi në fundit edhe pse doli një spektakël i shkëlqyer. Me këngën Gënjeja, këngëtarja Albina Kelmendi u rëndit e dyta. Mundova të gjej fjalët e duhura, për gjithmonë është e vështirë, unë jam shumë e lumtur edhe krenare për çmimin. Ndërsa Mira Konçi me këngën Më mbaj me vete, ja doli të rëmbej çmimin e tretë. Mira Konçi. Emocionuese që nga dita e parë që kam ardhur, domethënë një organizim perfekt, një çdo drejtim një magji. Në natën finale, siç është bërë traditë, një trofe shkoi për artistin më të mirë të ri, të cilën e rëmbeu pas një performance mbreslënse, Auron Deva. Jam shumë i lumtur, është një punë e vlerësuar dhe e paguar.
Mbrëmja e kaluar rezervoi emocione dhe çmim karriere për artisten e dashur Liliana Kondakçi. Dhe them që jam kjo që jam sot vetëm prej duartrokitjeve të tyre, prej dashurisë që na falin. Por magjia e këtij festivali shihet dhe preket edhe në sken. Në 17 vite bashkëpunim, mjeshtri që e ka kthyer çdo sken në art, Gaetano Castelli, mbrëm në sken u nderua me mirënjohjet e veçantë. Nuk ishte si të ndodhte ndryshe në një festival që sjell magjin, poezinë dhe ndjenjen. Aty ka vend edhe për dashurinë. Publiku surprizua edhe nga një kiss cam. Por ky udhëtim i kiss cam në publik u ndalte një çift që dhuroi momentin më të bukur të propozimit në festivalin e këngës magjike, jo pa arsye. Unë këtu jam njohur me Ariolën. Këtu në pallat Këtu në pallat e kongreseve dhe kemi. Por një moment magjie ishte edhe për dyshën e shkëlqyer që përcollën për 3 net emocione të jashtëzakonshme në moderimin e tyre, Ardit Gjebrea dhe Ana Gjebrea. Ata çuan publiku në këmbë pas një dueti të jashtëzakonshëm që emocionoi çdo këmbë. Pas një rrugëtimi të gjatë dhe të bukur të këtij edicioni, fjala e fundit u takon atyre. Eksperiencë e papërshkrueshme. Tani jam dhe në një moment që vetëm kam qarë dhe nuk di, por që më e lumtur për çdo gjë jam që kam babin afër dhe që më besoj gjithë këtë mundësi që besoj se ja dola. Mbi të gjitha jam i lumtur që publiku kënaq. Jam i lumtur që mundëm të sillnim këngë shumë të bukura në këtë festival. Të jepnim si gjithmonë një kontribut në spektakle televizive. Jam i lumtur që jam pjesë e familjes Klan dhe jam krenar për anën. Mes emocioneve të bukura, lotësh dhe përqafimesh mes familjarëve që dhurojnë mbështetje pas kamerave, mbyllet edicioni 25 i këngës magjike, që dëshmoi edhe një herë madhështinë e këtij produksioni muzikor. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmesh, faleminderit që na ndoqët.